Situata në urën e Mifolit paraqitet kritike duke arritur në nivelin e 7.2 metrave. Sipas përgjegjësit të sektorit të emergjencave civile pranë prefekturës Fier, Kreshnik Hymeraj, janë marrë të gjitha masat për rritjen e gatishmërisë së strukturave operacionale, njoftimin e komunitetit, bizneseve dhe blegtorëve që operojnë përgjatë rrjedhës së lumit Vjos. Situata e prurjeve është kritike. Lumi Vjosa ka arritur ndjeshëm prurjet gjatë natës dhe orëve parë të mëngjesit. Aktualisht jemi në kuotat 7 deri në 7.5 metra në urën e Mifolit. Është problem fakti që vazhdojnë rreshjet në qarkun e Gjirokasit dhe qarkun e Vlorës. Sushica është një nga elementet që shton prurjet në lumin Vjosa, duket edhe nga pamja dhe nga vendimi dhe nga rrozhat që bie. Jemi ende disi më poshtë kuotës që kishin gjatë muajit nëntor, por që do të jetë tregues dhe do të jetë evident fakti i rreshjeve dhe i prurjeve që të regjistrohen në urën e Memalje, që ne i referohemi edhe si një dhënë. Pikat më kritike mbeten fshatrat Çerven, Kashish dhe Ferras, ndërkohë që niveli i prurjeve do të varet nga intensiteti i rreshjeve në qarkun e Gjirokastrës dhe Vlorës. Lumi Vjos ka arritur pikën kritike e ka dalë nga shtrati në tokat e kultivuara të fermerëve të fshatit Çerven të njësisë administrative Frakull. Të gjitha tokat e kultivuara me El Beyond Shtërfil Ullishte janë në pushtetin e ujit, duke alarmuar fermerët që janë në pritje të prurjeve edhe më të mëdha, pasi nuk janë dërmshpërblyer asnjëherë për shkak të fatkeqësive natyrore. E fundit ishte përmbytja e nëntorit. Ne s'kemë hequr llozhin e parë. Ky do na bëj të dytin, edhe hajti nxjerrim me në ullinje, toka. Përmbytje e papar. Tu s'po shikoj as deputet, as kryetar bashkie, as administrator asgjë. Po gjatë përmbytjeve të mëparshme doli dikush në komision për të parë nga afër dëmet? Asgjë fare. Një këtu vështron lumin si puna jon. Ngritën plaçka dikën ata, raportuan andaj që çdo gjë në rregull. Kam 7 lëm grur, u mbyt. Kush më vlerëson mua këtë dëm që më shber? Unë i hodha. Ose ktheva fare unë zui gjana, s'kam të bëj, edhe tash që u mbyt ai s'ka birr. Jam shumë i rrezikuar. Tokë tërë baktivet. Trefil, grur, jonë, i mbyllë tëra, që të bëjë dhe që? Rënë e pariku, maroj. Edhe këtë rënë tani po vjen akoma, të hyja atje. Ata ben kanalin dhe rreth të e lanë. Gjuna në zotë. E mbjeli gjitha i farë leku. E thonë ata tani që qyshe e kam fajë pëshatarë të mushin kanalin. Po kalbemi e po falimentojmë, thonë ata, ndërsa theksojnë se shteti nuk ka ekzistuar asnjëherë për ta, pasi i kalon në mëshirë të fatit.